Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, mbrëm konkursi Albania's Got Talent tregoi se ka probleme strukturale. Padrejtësie pa parë ndekorit të grupit të grave Teuta nga Tetova. Nuk është reagim emocional, por përkundrazi. Një analizë, Albania's Got Talent ka problem struktural, jo mungesë talenti. Rasti i grupit Teuta korit të grave nga Tetova, vetëm nxori në pa. Ja pse shkurt e prerë. Formati vret përmbajtjen. Spektakli kërkon moment viral, jo vlera fatgjate artistike. Performanca serioze e disiplinuar dhe kolektive si Teuta nuk është ajo që formati di të menaxhojë. Kompleksin ndaj artit organizuar. Jurit televizive preferojnë individ me histori personale, jo grupe me traditë, shkollë dhe disiplinë. Kjo i bën të ndihen të vegjël përballë artit të madh. Prandaj reagojnë me entuziazëm emocional, por jo me mbështetje reale. Patje dhe narrativ mbi merit. Fiton ai që shitet më mirë në ekran, jo ai që është më i fortë artistikisht. Kur del diçka serioze, reagimi është "oh", pastaj harrohet. Kishte edhe centralizim dhe provincializëm njëkohësisht. Talenti nga jashtë Tiranës, sidomos nga shqiptarët jashtë Shqipërisë, posaçërisht nga Maqedonia, shihet si ekzotik, jo si standard. Duart trokitet, por nuk trajtohet si model. Publiku votohet, jo edukohet. Publiku ndjek emocionet e çastit. Produksioni nuk investon të shpjegojë se një performancë është historike, thjesht e shfrytëzon për show. Dhe si përfundim, Teuta tregoi nivel kinematografik dhe kulturor. Problemi nuk është pse ato ishin kaq të mira, po pse një spektakël kombëtar nuk është i aftë të përballojë seriozisht një nivel të tillë. Ky është kompleksi. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.